Gëzuar. Sepse diamanti je ti. Ndoshta duhet të bëjmë edhe një. Edhe ja. Mendjen edhe një herë mbas gëzuar të gjithë bashkë, në kohë fort. Mos presim, okay. 2 herë gëzuar edhe 1, 2, 3. Gëzuar. Sepse diamanti je ti. Edhe je? Sa bone. Maroj? Ishte okay. Largo se shumë pat. Thon njëtën kohë një gjë. Është këlqyshëm. Vazhdo. Detajet e neonazët jo, çunave, se gocave janë ke bërë, po film me metrazh gjatë. Ato unazën e lirit blun. Të sigur ta mbaja, unë mirë do ishte. Edhe unë sigur t'i mbaja gjitha këto. Jo, unë këtë unazën do t'a doja. Shumë e bukur. Shkoni do t'i fusni këto gjërat brenda dhe do futeni dhe të gjithë brenda. Kush e tha këtë? Ju të dy me kamera nuk e di duhet ta ndaloni këtë gjën. Ty të besoj. Do çojmë varse edhe do futin një mëngjes. Do çoni varse gjithë. Mos harroni ti vendosni varset tek ato. Ashtu si muhabet. Është muhabeti i omël. Okej, kur shkojmë atje, Po. a duhet me shku tani? Po tash me i kryp. Po pse s'ka kohë son me bëj banjë dielli? Sonë bëj vraposhu. Po që? Hajde bëjmë pas që Kostane do bëj 15 pyetje. Ha? Jo çanta, ka ngelur që. Do ta marr unë. Merre. Ta marr unë. Mos u shqetëso. Po ajo çanta, o son, so kujtova. Po s'ka që ta marr. Ajo çanta si punë portokalli. Se ma kishin fut mund të nduk. Hë? Po e imja thotë, travqimja. Me ku fare Gini vazhdon me atë. Ko gini? Aty. Po mi maj, do t'i dali puna mirë, bravo i qofë për zotin, u ka lodhë shumë. E di qa busti i jep Ginit. E di? E pra tani, shumë mirë, shqyqyr. Jo. Bravo i qoftë. Unë po them që u ka lodhë. Duhet me vlerësu dhe lodhën, unë e vlerësu Tjetër, po e vlerësoj, 1000 euro së shpak. Po jo, e vetëm ajo. Për 2-3 orë. A mën mu morë me në... Një, aje e bën me pasion, aje të regoj që e bën Po këtë shumë gjë mirë me është pasion. karakteristikë, dhe më dhe vlerë e ti. Për mua vlerë. E vlerësoj. Ua. Hë? A një është një kështu si... e mbime. Po. Sot kam gjithë ditën që ndihem ashtu. Vjetër e besoj. Është i realitet ndryshe prej shumë kohësh, të mësohet truni me këtë regjimin, po prap e di që nuk ka përqenë gjithmonë ky regjimi dhe ky lloj realiteti edhe do... Di që ekziston diçka tjetër, se ata që e kanë bërë këtë format dhe dinë e lal, se e kanë 20 psikologët të mrejnë, 20 po themun, se mund t'jenë dhe ma shumë. Sa ndur noterësh e ligjvëndësish ka kalu e psikologësh e terapistash që diqme si atruni robit. Unë e ndjek këtë gjënë Kam qenë zakonisht. me analizu këtë gjona. E ndjek këtë gjënë zakonisht kur i bëhen surpriza njerëzve që kam për zemër. Për shumë Zero Miri. Nga dje, ajo gjë që i ndodhi që edhe fëmijët, thjesht më Është një gjë e çuditshme për ju për shembull. Është edhe me tip, diskutohet, po për ju që keni jetuar gjithkohën afër prindërve ose njerëzve tuaj, është më ndryshe. Për ne që kemi jetuar me vite larg në një farë mënyre, jo se jemi mësues, se mësohet robi më atë lloj gjë, se është gjë e mirë. Po gjithsesi ke një lloj imuniteti, ke një lloj, kupto, nda menjen. Edhe unë kam jetuar larg prindërve. Ha? Edhe unë kam jetuar shumë vite larg prindërve. Se kam aty. Dikush tjetër jo, dikush edhe ma shumë, dikush
Unë njoh njerëz që janë emigrim shkretët, s'kanë pas letrat si kanë parë, njerëz të shtëpisë për 20 vjet. Ma më ngojnë shumë mame dhe babi. 20 vjeç për shembull, edhe gjyshi si ka parë ndonjëherë përveç se ekranin. Ma më ngojnë shumë mame dhe babi, por mungesa që kam për fëmijët nuk krahasohet me asnjë mungesë tjetër. Normal. Sa është dhe moshe vogël e gjithë. S'do robin këtë mosh me hum asi orë. Për sakrificë e madhe. Është, po. Po kush ka mend e bën analiza se ka që i bin shkurt? Po. Jo, do bin shkurt, mos më keq kupton, në sensin që i morin ma leçëm gjojnat, se gjithve i dhëmë, asnjëri s'do në Ka ditë që po kur ndodhin surprizat tilla e ndjen edhe më shumë. Po, se di, unë mendoj që këto 2-3 muaj jam mësuar ta kthej në forcë këtë mungesën. Po që të bësh? Se në fillim ka qenë shumë e tmerrshme. Unë kam pas këtë, se unë jam klaustrofobik edhe këtë fletmen me i dhomë me, jo me njerës, se kom problem, flej me sa dush njerës. Shumë me pengjeret mëllme, ose izolimet e këto gjojnat, i kam shumë fobi. Më ndikojnë shumë pavarësisht se jap vete. Jo, thjesht këtë kam pasur probleme. Me atë fryma, më duket kështu sikur s'do dal dot. Fillojnë më pijen këmbët. Po, realisht, nuk e di tani jam më shkthyer edhe më bëj qefi që në 2-3 gjëra e ka vëre që duket edhe jashtë që kjo mungesa e madhe për fëmijët më shkthyer kështu si forcë, domethënë sikur dua ta bëj këtë gjën, po, dua ta bëj këtë gjën tani, nëse javën e parë javën e dytë se unë 3 javë maksimum do ikin në shtëpi, sepse s'duroj dot. Tani jam në pikën që them unë duhet luftoj për ata, e kupton se kam bërë gjithë të sakrificë për ata. Puna është, gjithë se cili benon ndryshe, me ka thonë e populli kush leu, men në vetë pëlqeu. Puna mos mi bo keq kujt, se për kështu mas nej, për ndryshueshmëri mendimesh e idesh e gjonash e do kena gjithmonë edhe një përjeton ndryshe, një përjeton ndryshe. Unë jam i hapër këtë, jam shumë me një hapër, zotin, se më nimon mu në radhë parë, për mos mi pa gjojnat ngusht, për mos mi fut zor vetës, siklet vetës, pse ma tha, pse e boni, si e boni, okej. Se cili e ka i arsye, dikush aj që kupta, dikush e bo dhe me qëllim edhe, ashtu e jeta vetë, që mi bo? Para 2 vitesh, 3 vitesh i bje, para se të linte Gregu, kam qenë duke ndërtuar dyqanin në Jalë. Se patëm një dyqan sezonal në Jalë. Edhe kam qenë shtazan me Gregun. Mbaj mend qa peripecish, vetëm. Kam pasur edhe një punojse, po normalisht ti e ke Ti e ideja, ti e si tani për shumë me zgjellit, jo, hajdeni, mos hajdeni, për çështjen e punëtorëve se do vinin deri atje në Jalë. Edhe ka qenë 1 qershor, e mbaj mend. Edhe më merr dartin e kamera. Dhe ishte te kopshti i çunit. Ç'po vesto? Priteri se do preka prapë. Ti që mendoj pse jam këtu dhe si jam atje. Jo, edhe tha, ka pasur që aty ishte mbushur me mama.
Sa vjetë ka ky mohabet? 3 vite, 2 vite, 3 vite. Asë gjë s'është ashtu siç duket. Asë e keqa, asë e mira. Gjithmonë ka nga histori mrapa. Jo, po, ajo ishte kështu tamam tregu se njerëzit për shembull e parajgjykojnë mungesën në përgjithësi, e kupton? Edhe parajgjykojnë faktin që si zgjedh ti punën përpara fëmijëve ose si bën ti këto sakrifica ose do ta bëja kur. Do sakrifikosh diçka për të arritur diçka lal pa. Ndërkohë që ai kopshti fëmijëve nuk fëmijët e mi nuk janë ndryshe në atë kopësht ose pa sakrifica janë vetëm gjonat që na ka dhënë Zoti, ajër, tokë, bimë, ushqim etj. Çka ka dhënë ato janë pa sakrificë. Kena bëu asnjë gjë, kena gjetë gati. Gjërat e tjera mos ne duhet përpiqen na vetë. Tash ti mund ta lesh dhe deri aty. Se ti kalon e gjitha me mbijetu e me jetu ashtu. Do më shku më shumë. pa. Do sakrifikosh më shumë. Po kjo është sakrifica më e madhe. 3 larg fëmijëve është e tmerrshme. Se 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë është. Më thonë mu në njerë për shemë sa i qeti, ose sa qa gjona shkam kalu unë. Jo me ashtu, po mi mbledhja 20 herë juve këtu. Pa. Po i bëj ti kafe ti që beson shumë, por erdha sepse të lutem, dua të ndihmosh gjithmonë për këto, se nuk e bëj dot vetëm. A ishte atje? Edhe po si lidha, jo, kanë mirë. Gjithmonë janë kështu futet edhe me një E di vesh. si janë. Mirë, a? Bravo. Mirë, po vdishëm nga vapa. I ke të dyra këtu? Ja i më abedi, mirë. Mirë, po. Super. Super, shqyr. Unë që dita. Edhe unë, Po kjo s'ka. po. Unë që dita për mirë. Do t'i Po qesh si me në alonë dorë neve. Po, është shumë lashma E ka edhe veshit deprimusa. Po, Se ta heq është neri gjithë- mollë që në kanë bo. Po pra, se ta i gjithë energjinë të këput, nga i gjendje kalon me i gjendje tjetër. Kjo gogla duhet të jetë kush veshi. Ah. Kështu që shumë mirë e kam bë, që i ka shku në mend. Bravo. Super, shumë faleminderit. Okej. Kam gati unë i gjë. Ja. Ja, që parë. Tash ja. U bëm për sheqer, për serum. Boft mirë. Thank you. Që na e kuptove Jamita, ta pini Jamita mix. Duhet se s'bën në këtë situatë. Hymë mrena nezim kondicionera, s'ka qanë bo. Po, pa tjetër, Nezja. po. Tu i vetëm i vend që fry. Po është hi edhe, më falë, S'ka që. që është hi edhe fry. Ty falë,